Kryeministri Edi Rama duket se I qëndron besnik një forme mjaft të veçantë komunikimi në arenën ndërkombëtare, ku kufiri mes protokollit dhe interpretimit personal bëhet gjithnjë e më I paqartë. Edhe në takimin me kryeministren italiane Giorgia Meloni, ai nuk hoqi dorë nga tradita e tij tashmë e njohur, duke zgjedhur sërish gjeste që te I kalojnë formalitetin klasik diplomatik. Ulja në gjunjë, e ndjekur nga përqafime dhe puthje, u rikthye si një skenë që më shumë ngjan me përsëritje, sesa me spontanitet. Ky episod nuk është I izoluar, por vjen në vazhdën e paraqitjeve të ngjashme në samite ndërkombëtare, ku kryeministri shqiptar ka treguar një qasje të veçantë ndaj homologës së tij italiane. Në pallatin Chigi, ceremonia zyrtare mori një kthes të lehtë nga pritshmëritë, duke e zhvendosur vëmendjen nga agenda tek mënyra e shprehjes së respektit.